Kjo jetë është ashtu si që bën vetë. Pavarësisht gjithave, ndonjëherë do të bëni ndonjë rëmuj, është një e vërtet universale. Por pjesa e mirë e kësaj është se ju do të vendosni se si do ta bëni atë. Por mos harro, disa vinë, disa shkojnë, ata që qëndrojnë me ju në gjithçka, ata me të vërtet janë miqtë tuaj më të mirë. O teshen, mos i braktis kur ata. Mos harro gjithashtu se motrat janë mikët më të mira në botë. Sa për të dashurit, ata të vinë dhe do të shkojnë gjithashtu. Dhe zemër e urrej të ta them këtë, por një pjesë e tyre në të vërtet shumica prej tyre do ta thyejnë zemrën, por ju nuk bën të heqni dorë. Ju kur nuk do ta gjeni atë gjysmën që ju bën të plotë dhe që vlen për gjithçka. Vetëm se ju dështoni një herë nuk do të thotë që ju do dështoni në gjithçka. Vazhdoni të përpiqeni, vazhdoni dhe gjithmonë besoni në veten, sepse nëse ju nuk e bëni atë, kush do ta bëjë dashur? Kështu që mbajeni kokën lart, mbani mjekrën lart. Dhe më e rëndësishmja, vazhdoni të buzëqeshni. Sepse jeta është një gjë e bukur dhe ka kaq shumë gjëra për të buzëqeshur.